Mirëmbrëma shikues të nderuar. I ka dhënë shumë demokracisë dhe ka marrë pak. Ka sakrifikuar veten për të ndodhur ndryshimi, por shpesh ka fituar thika pas shpine, sidomos nga bashkëpunëtorët e afërt. Në politikë ai ndërtoi një parti, të cilën e quajti LRPDSH, Lëvizja për Reforma Partia Demokratike Shqiptare, më pas Aleanca për Shqiptarët. Pasi e ndërtoi shtëpinë e tij, bashkëpunëtori dhe miku i afërt i tij, Arben Taravari, ja mori dhe tani e fton të kthehet në shtëpinë përkatësisht partinë e tij. Ziadin Sela është i ftuar në dialog të lajmi. Mirë se erdhët, zoti Sela. Mirësevgjeda, faleminderit për ftesën. Jeni kryetar i Aleancës për Shqiptarët, por tashmë jeni një parti pa dhull, apo parti e cila nuk ka legalitet, po themi në kuptimin juridik. Unë kam këtu një vull, po kjo vull nuk është as e imi, as e ndonjë organizate, dhe ju thatë që zakonisht vullat i kanë dhe i mbajnë ata që su takojnë. Edhe mua nuk më takon kjo vull, po e kam për simbolik të emisionit për zhvillimet në Aleancën për Shqiptarët. Çdo respekt për faktin që e din çfarë takon dhe nuk takon. Kjo të bën më njeri. Jo, rastisht nuk jam në politikë. Sistemi... Jo, edhe njëtë. Është rregull që duhet vlej edhe njëtë. Sigurisht, po, pajtohem. Sistemi, zoti Sela, vazhdon të godas në forma të ndryshme. E përjetoni, apo e perceptoni, e shihni si hakmarrje personale, politike? Po nuk mund të përjashtohet. Edhe kjo që thoni, po më lejoni vetëm një përmisim për hir të asaj që unë du gjërat të thonë ashtu siç kanë qenë. Tash në hyrjen që e bët, e vërtet gjithçka që e thot. Veç me një përjashtim kur thatë që ma mori partinë, jo ja kam dhuru, ja kam dhënë. Dhe kjo është e vërtetë. Se në qofse do ma merte, do të tregonte popra. Në qofë se do ta merte dhe do të hynim në ndonjë garë dhe do më fitonte, çdo respekt janë nxirre kapelen, nuk ishte asnjë problem. Por thjesht ja kam dhuru, i kam besu në mënyrë që të vazhdojmë në sfida të tjera. Dhe duke dhënë mesazhin që nuk e kam kriju për vete dhe për nevojat e mia këtë subjekt politik, sepse i shoh që tani kanë qejf të flasin me fjalorin politik në emën të cilës e ndërtova unë Aleancën për Shqiptarët, dhe vërtet kështu e kam menduar, që jo, partitë nuk janë pronë individi, është shumë e vërtet, sepse në qoftë se do ishin pronë individi dhe kështu do të ndërtohet ideja për partitë politike, atëherë do të bënim firma private investimi dhe s'do kërkonim antarësi, por do kërkonim të punësuar, që do i punsojmë brenda partisë politike. Kështu që kjo është peza bazë dhe kryesore e Aleancës për Shqiptarët, dhe në drejtim të kësaj kam bërë unë gjithë hapat që i kam bërë. Tani të dalim, është e rastishme, është hakmarrje, por nuk mund ta përjashtoj. Kjo pyetja që parashtruhet në lidhje me një sistem tërë i cili më lufton. Në dorën time është që unë të jemi vërtet ai që kam qenë çdo herë. Të vazhdoj me betejat e mia. Tani, pa modesti, unë i kam sjell politikës, në fundit politika matet me rezultatet që i ke sjell, jo me aparencën se si dukesh, apo pa marrë parasysh sfidave që i kemi kalu, peshës politike që kemi pas. Kur kemi pas peshë politike më të madhe, kemi sjell gjëra më të mëdha, edhe pse s'kemi pas pushtet nga opozita, ne kemi ditë që të mbajmë atë që unë jam munduar që ata fusën politik, që s'është fushata, programi dhe platforma, vetëm gënjeshtra dhe premtime në zgjedhje dhe mos realizim pas zgjedhjeve, por ti duhet të jesh serioz në lidhje me atë që e thu përpara qytetarëve, kur e jep një premtim dhe duhet të realizosh nesër kur ti jesh pjesë e qeverisë. Dhe kështu është sjell Aleanca për Shqiptarët kur unë kam udhëheq. 2016 shkum zgjedhje, dham premtimet, dhe 2017 i realizuam ato premtime. Një ndërta është ai ligji për përdorimin e gjuhëve shumë i përfolur sot.
Kemi rëzuar regjimin e Gruevskit aso kohë, po pa dashur ty se i kam përsërit edhe në momente tjera. Kemi bërë një gjë që i mungon sot politikës shqiptare aso kohë. Ideja e tryezës së përbashkët të partive politike parlamentare shqiptare. Ide që i bën bashk kundërshtarët politik në kauza të përbashkëta për të mirën e atyre që përfaqësojnë. Dhe në qoftë se përfaqësojnë shqiptarët, të duhet që disa gjëra të shkruhen në tryezë nga gjithë aktorët politik, që gjithë ndasit që kryohen ditën e zgjedhjeve duke votu këtë ose atë partiti e bën bashkë si veprim politik, sepse është nevojë dhe kjo duhet jetë sjellja e popujve të cilët janë të shtypur. Kjo është forma e veprimit politik për të arritur gjërat me paqë dhe pa gjak, por me vendosmëri e përkushtim, me seriozitet, apo. Dhe nuk ka opcion politik pastaj i cili, sepse të përgjigje duke dalë përsëri, i cili pastaj i cili mund të kundërshtoj në momentin që je unifikuar për disa gjëra që të takojnë dhe jo me gënjeshtër. E duke i përmbyll gjithë këto pas parasysh edhe sot e kësaj dite ne kemi një nga pozicionet kryesore të shtetit që është fal Aleancës për shqiptarët, apo s'ka qenë kuadër i saj, por pa rëndësi ka, është punë e saj dhe vendosmëri e saj dhe imja, apo kryetari i parlamentit, dhe kjo botërisht dihet. Apo ne kemi, unë kam bërë një ligj për në shtetësi, jo sepse kam pas di këta fërtimin i cili nuk e ka në shtetësin, jo, sepse më shlemru një qytetar nga Saraj që unë as nuk e di emrin dhe që se merrte dot nënën nga spitali që i kishën rrujet, për shkak se nëna e tij si rrezikshme për shtetin, arsyetimi kryesor, 80 vjeçare, nuk kishte në shtetësi dhe duhet të paguaj para që të marrë kufomën e nënës tij. E imagjinoni dramën, apo. Dhe unë nga ky moment kam thënë që po duhet bërë ligj për në shtetësi dhe gjithë të njerëz duhet marrin në shtetësi. Dhe kur kam fut program, kam pas partner koalicionit të cilët kanë thënë s'bëhet kjo punë. I kam thënë po t'jesh i vendosur bëhet, varet cilë ke prioritetin. Kështu që me i fjalë, unë e di që do më luftoj sistemi, por unë nuk kam ndërmend, shpesh më cilësojnë edhe, ku di unë kokë fort, ka forcinë e tij. Dhe më vjen keq që do e thonë edhe kundërshtarët politik si argument për të godit. Po më vjen keq se e ngatrojnë, ku di unë, pasjen e korrizit me kokë forci. Shqiptarëve u duhen politikan që kanë korriz. Dhe jo servile shërptor që u përullën, ndërkohë që ajo që zhvillohet në prapasken gjatë gjithë këtyre viteve, herë nga e majta maqedonase, herë nga e djathta maqedonase, është tendenca për ta zhbë si qenje politike shqiptarin. Dhe se dhe mëja e bënte në formë të butë, por mor një numër të konsiderueshëm votuesish, Vëmëroja mundohet ta bëj pak në formë të vrasht, duke imponuar kandidatura. Keni parasysh zgjedhjet lokale, nuk du ta personalizoj, po kjo është ideja bazë, dhe qëllimi final, duke josh me pushtet, apo, të bëj nga përfaqësuesi shqiptar loj. Në mënyrë që nesër t'ju thuhet shqiptarëve ai shihni këto përfaqësues të juaj. Këta përveç pushtetit, asgjë tjetër për ta s'ka rëndësi dhe vlerë. E Aleanca për shqiptarë që unë udhëheq, me ato mik e mikesha që i kam në kuadër dhe antar të Aleancës për shqiptarët, nga Iliria, Elmiu, Tironi, mund t'i përmend gjithë me radhë, janë njerëz që prioritet e kanë fytyrën, faqen e bardhë dhe t'jenë të vërtet përpara shqiptarëve. Do të flasim për çështjet politike, për atë se çfarë ka bërë Aleanca për shqiptarët dhe si janë pozicionuar subjekte tjera politike, por të ngelim edhe pak tek çështja e legitimitetit apo legalitetit të Aleancës. Arben Taravari javën e kaluar këtu në dialog të lajmi ju ftoi të ktheheni në shtëpinë tuaj, në të cilën pronar me vull në xhep është ai. Keni
koment, u mundua të shprehet se e ka me sinqeritet, tani cili është vlerësimi juaj pa dhënë cilësime për sinqeritetin e tij nga ana ime. Dgjoj, e para punës njerë, kthimi im shpinë time kur s'është varë nga Arben Taravari. Kur s'është varë. Dhe biles unë e di se ku e kam ndërtu, sepse kam ndërtu vetë. Dhe e di ku është dera. Po e dera në traditën shqiptare është e shenjtë. Dhe shetrin derës ja jepi Zoti shtëpisë. Ne përdorim ne edhe në zhargon popullor, apo është derë e madhe, themi, apo për një burr dhe krye familjar i cili ka nderu veten e shtëpinë, familjen e fisin e bajrakun e gjitha, apo. Kështu që unë nuk e kam problem sepse ja di edhe burrnin me shku edhe i zosën bëj në drejtim të saj. Mirë po, kam parapëlqy që mos provokohet ajo brenda meje. Dërsa për shkute një derë duhet jetë e madhe dhe me nderë, sot është bëjë vogël, është bëjë një deriçk me turp. Është ky interpretim pak kanonor? Po natyrisht, për derë flasim, apo jo. Kështu që nuk është asgjë në kuptimin personal. Por e dini si, pa marrë parasysh përpjekjeve që janë bë dhe që unë mund të keq kuptohem, po ja do mundohem që ta sqaroj. Nuk është problemi i bashkimit të Arben Taravarit dhe Zjedhin Selës. Nuk është ky fare problemi. Problemi është pasojat që mund t'i ketë ky bashkim. Dhe unë me këtë po besoj. Periudha kur unë kam besu në mënyrë të verbër dhe kur ja kam dhënë të gatshme urdhëro. Merre dhe vazhdoje. Ka përfunduar. Unë gjërat dhe duhet nis t'i shoh pak me më dyshim tani. Ja. Sepse deri tani besova, pafundësisht besova, gjithçka që ndërtova u lash në dorë të tjerë, edhe sakrificën, edhe mundin, sepse shpesh mundohen të hynë në kualifikimet e tipit po gjithë e kemi bë, po e vërtet është. Edhe ai që ka dhënë një vot për Aleancën për shqiptarët është pjesë e Aleancës për shqiptarët. Mirë po, kjo e përgjithshme ka edhe të veçantat e saj. Apo. Në Aleancë për shqiptarët ka edhe njerëz që kanë pagu me kokë. Derisa arritën që të bëjnë një që tillë. Arben Taravari s'është këto njerëz. Ai ka gëzuar vetëm privilegjet e Aleancës për shqiptarët. Janë shumë net pa gjumë. E shumë mund dhe mos lësh asnjë vendbanim shqiptar pa shku pa shëtit, pa i pa njerëzit, pa bisedu me njerëzit, pa u përball me ta, pa u fol për proceset politike. Kështu që nuk është aq e lehtë. Po tani e di kush është problemi kryesor. Pa keq kuptime. Nëse Aleanca duhet të jetë kjo që është bë sot, e cila çdo ditë prodhon një kryetar, e cila ndryshon qëndrimet e saj për ditë, e cila del dhe çirret dhe bërtet që e solla ndryshimin dhe pastaj mbrapa del dhe thot që ky ndryshim nuk është i mirë. Anë ndërkohë pranon që ti e ke sjell. Dhe kur mundohet që të përmbledh të gjithë këtë të keqe që e solli, me idenë që krejt puna që nga bë se është reformu BDI-a, atëherë ti pas ke punu për BDI-n, dhe jo për popullin që duhet punosh, se nuk është ideja të punosh edhe për Aleancën, po të punosh për popullin, për një jetë më të mirë, më të mbarë. Dhe kështu si është bë Aleanca, gjëja më e mirë është që mos ekzistoj. Sepse mu më dhem kur Aleanca për shqiptarët përdoret për keq, dhe jo për mirë, sepse jam krijuesi i saj. Ashtu siç do t'i kishte dhimbë çdo prindi kur dëgjon fjalën e keqe për fëmijën e tij. Apo, e në kështu në çfarë kanë shndruar këtë Aleancën, më mirë të mos ekzistoj. Dhe bashkimi im me Arben Taravarin nuk është problemi se ne do ulemi dhe do bashkohemi dhe do ndërtojmë prapë Aleancën. Jo. Unë nuk mund lejoj më të jap fuqi,
dikujt i cili prish një proces për nevoja personale, ndoshta, dhe nevojat huja. Se unë kam thënë për kur ndodhi ndarja, forma se si u bën ndarja aleancës, kur ti anashkalon organin më të lartë partijak për të marrë vendim, që është kuvendi qendror, ti mos zotëri ke marrë urdhër dhe duhet ta zbatosh urdhrin. E nga kush i ke marrë këtë urdhër? Nga ato që bën që të vi një VMRO e fortë në pushtet, një VMRO e orientuar nga bota serbe, e pastaj mbrapa, natyrisht kur ndodhesh në këto situata, ti nis merr informacione të tipit që ky paska miq në Akademinë e Shkencave Serbe. Informata që i kam dëgju, apo? Dhe ky është Arben Taravari. Arben Taravari ka miq në Arben Taravari. Akademinë Serbe të Shkencave dhe Arteve. Po, ka miq. Dhe këto janë gjërat që pastaj janë pasojat që lindin. Tani lind pyetja. A duhet unë dhe kushdo qoftë tjetër me veprimet e mia të lej që të mbijetojnë skenën politike një kuadër i tillë? Edhe me çmimin për bë dëm. Edhe me çmimin nëse kërkohet dorëheqja juaj dhe dorëheqja e tij, që të ndodh unifikimi i aleancës për shqiptarët. Unë nuk mund të barazohem me turpin. Në qoftë se kam bë turp, unë barazohem. Vetëm kur e pranoj këtë dilemë që unë barazohem, ku di unë me të keqen, ku unë në qoftë se unë nuk mund barazohem me tradhtin. Aleancën për shqiptarët, kur unë e kam udhëheq, janë rezultatet dhe dihen. Aleanca për shqiptarët ka pas 400% rritje në udhëheqjen time, nga zgjedhjet e para në zgjedhjet e dyta. Apo. Kështu që unë Aleancën për shqiptarët e lash plot me grup parlamentar, faktor në tryezën e liderëve të partive politike, 4 partitë më të mëdha në nivel shteti, edhe fituese. Në qoftë se heqim pjesën e manipulimit të zgjedhjeve të 2020-s nga ana e BDI-s, dhe unë nuk mund barazohem me këtë njeri që e coktoj. Dhe nuk mund ta fsheh gjithë këtë likësi veprimi politik. Se fundit duam ne fatet e popive lidhen edhe me organizimet politike, apo? Këto janë sistemet në të cilët jetojmë, ndoshta jo idealet, po më të mirat deri tani, gjatë historisë së njerëzimit. Kështu që unë nuk mund barazohem me një njeri i cili ka prish një shpresë, një shkëndi, që paktën me veprimet e veta ka bëjë që çdo ditë të ecim përpara ato çështje të cilat jemi zotuar përpara qytetarëve. Dhe kjo është barazia juridike kushtetuese, dhe dinjiteti, një Maqedoni në NATO dhe në Bashkimin Evropian, për cilën Aleanca për shqiptarët ka luajtur rol kyç për NATO-n, po se po, duke zu regjimin, duke bë 81-shin e tjerë, por edhe për Bashkimin Evropian, dhe unë ja po e them, sepse ju me siguri edhe mund ta dini, se jeni gazetari vjetër e gjithë. Po, ideja që bullgarët të hynë në preambull... Gazetar me përvojë, është shumë i vjetër. Mirë, në drejtim përvoje si kishë. Edhe juve mund t'ju thonë, jeni politikan i vjetër. Pra mirë, po tani se një... Po, në disa realitete edhe duhet t'i pranoj. Po me i fjalë, duhet në qoftë se riktheni kujtesën, unë jam politikani që kam kërkuar për të parë që bullgarët hynë në preambull, përpara se të bëhet kusht nga Bashkimi Evropian, apo? Po, e vërtet është. Kam thënë në vitin 2014 ose 2015, kam dhënë si deklarat. Kështu që ne kemi dhënë idetë tona, janë rezultatet tona, dhe një bashkim i tillë që do ta mbate të fortë dhe brenda të keqen, nuk është të shëndosh për Aleancën për shqiptarët. Por Aleanca nuk është vula. E vërtetë është. Është legitimiteti vula është mjeti nëpërmjet të cilit i rënohet imazhi Aleancës për shqiptarët, duke qenë në duar të gabueshme. Apo, nuk ka përfunduar bitej, do të vazhdoj. Por, e dini ku i keni përgjigjen e asaj se pse ndodhi ky epilog që ndodhi. Mos ma kishi bërë pyetjen atëherë pse të lufton sistemi.
Apo, sepse është e njëjta logjik. Edhe pyetjen tjetër, po përgjigja po në rregull. Në atë drejtim. Vazhdoje. Po përgjigja ime është në qeveri. Përgjigja ime është që unë nuk dorëzoj. Mirë, vazhdoni me. Po, e kisha fjalën zoti Sela që ju e thatë që në një farë forme ju dhem fakti që Aleanca për shqiptarët nuk është më unike dhe është bërë copa. Ky është realiteti, është fakt që kemi së paku 4 aleanca për shqiptarët apo grupacione, më mirë thënë që t'jem më i saktë, që thirren në këtë emër i cili do të thënë, e kam thënë shpesh, është paradigmatik, aleanca për shqiptarët. Dhe a mendoni se me që dim të gjithë, thuhet edhe në raportet të Komisionit Evropian, të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, që gjykatat në Maqedoninë e Veriut nuk janë të pavarura, apo ne mund të themi më lirshëm që janë krejtësisht të varura nga politika. A mendoni se ky vendim i gjykatës është rezultat i faktit që ju nuk pranuat që të jeni pjesë e qeverisë së Kristian Mickoski? Edhe mund të bëj, edhe mund të jetë, edhe ka të bëj realisht, sepse e vërtet është, biles ne kemi një sistem gjyqësor që s'ka nevojë politika të gjurmoj, se i gjurmon vetë ajo politikën. Këtë konstatime kam thënë çdo herë të paktën. Dhe shu që në këtë drejtim nuk është problemi shumë të politika sa është e vetë gjykatët. Sa po ndron pushteti, ndrojnë dresën. Dhe prandaj është kjo besueshmëri që kemi. Cili është gjykatësi që ka vendosur për çështjen e aleancës? Nuk e njoh. Për shqiptarë. Di që është ndruar një 2 ditë përpara se sa të vendoset për lëndën në fjalë. Biles edhe këtu ka shkelje, për shkak se vendimi është bërë në gjykatësin paraprak që ka qenë, është bërë me një vendim kolegjial të gjykatës së Tetovës, që gjithë këto lëndët me këtë cilësim që e kanë, të shkojnë të i trajtojnë një gjykatës. Diku vendimi është marrë në shkurt të 2026-ës, ndërkohë që me ligjin për gjykatës nuk mundet në formë retroaktive të gjithë lëndët shkojnë atje. Apo mund të sjellë vendim kolegji i gjykatës themelore në Tetov që proceset këto lëndët nga tashetutje të shkojnë veç një gjykatës, por lënda jonë është nga viti 2024. Dhe nuk e di se si ka arrit në formë retroaktive të kthehet një lëndë dhe ky të marrë të gjithë lëndët, se cilët janë atje, pa pas një dokument se pse largohet ai gjykatësi paraprak që ka qenë. Apo, kështu që unë nuk e njoh kush është gjykatës Maqedonës, kaq di. Apo, dhe kur bëhet fjalë për gjykatës Maqedonës, dihet si ne kanë preferuar ato ndërmjet këtyre dyve që synojnë atë vulën që ka blu. E jona s'është blu. Nuk është vula që e ka sjellë Taravari që të dërsoj juve. Pak tash shtensionon biseda. Tash si do të vazhdoni, zoti Sela? Kjo disi dihet të preferuar e kanë Arben Taravarin, përgjithësi politikanët Maqedonës dhe Maqedonasit. Dhe nuk ishte se si të veprojnë ndryshe ata, sepse në drejtim të kësaj duan përpara shqiptarëve të paraqesin një aleancë për shqiptarët të përgatitur sipas kallëpave të tyre, në bodrumet e tyre dhe në mekanizmat shtetëror të tyre. Aleanca që unë përfaqësoj s'është e tilla. Si do të vazhdoni, zoti Sela, me që nuk dua t'ju pyes me që po e shoh që e keni pak me siklet çështjen e ribrandimit. Nuk hiqni dorë nga Aleanca për shqiptarët, flas nga emri dhe nga logoja. Megjithatë, në kuadër të një sistemi ju thatë, ky është sistemi në të cilin funksionojmë dhe më të mirë se ky nuk ka. Janë disa rregulla dhe nëse vendimi përfundimtar i sistemit gjyqësor, ky që është i politizuar, i partizuar, i etnizuar e kështu me radhë, vendos në favor të Arben Taravarit. Atëherë,
çfarë do të bëni ju personalisht, sepse për ta thënë vërtetën, zoti Taravari ishte në këtë studio para disa javë, për të mos thënë para disa muajve, dhe ai tha që po përgatitet grupacioni i tij politik që të bëjë ribrandimin ndoshta në Aleanca Shqiptare, duke parashikuar apo supozuar se vendimi përfundimtar do të jetë në favorin tuaj. Tani ai ishte javën e kaluar kategorik se më mbaroi kjo punë, Aleanca për shqiptarët është e tij, apo sistemi gjyqësor ka vendosur në favor të tij dhe ai nuk heq dorë nga emri dhe logoja. Çfarë do të bëni ju konkretisht në fushën politike, sepse ju e thatë që mund të Aleanca për shqiptarët edhe të mos ekzistoj, por mendoj që një aleancë për shqiptarët që i bën dëm popullit dhe shqiptarëve, kryesisht para gjitha shqiptarëve, unë them më mirë të mos ekzistoj. Po, por ju nuk jeni në atë fazë po mirë, pra dakord, unë prandaj them, një aleancë për shqiptare që unë i udhëheq vetëm mund të avancoj dhe t'i bëj më të barabartë shqiptarët e me më dinjitet shqiptarët. Ndërsa një aleancë për shqiptarët që udhëheq zoti Taravari është aleanca për shqiptarët që dilte dhe thoshte që se goja aleancës për shqiptarët fliste, apo që Maqedonasit kanë drejt të jenë të revoltuar me marrëveshjen e Ohrit dhe me drejtat që i fiton shqiptarët. Apo me këtë gjuhë fliste ky zotëria. Që balancusi është keqpërdor, okay, dhe duhet të shohim profesionalistët dhe jo të shohim punësimën në aspekt etnik, duke harruar që pa të kuotën etnika i vetë nuk do ishte sot aty ku është i punësuar. Duke thënë që ato të çadrave atje që protestojnë për gjuhën, ato të çadrave, apo dhe dini se ku e ka kuptimin dhe ku asocon gjithë kjo gjë. Nuk ndodh asgjë me gjuhën shqipe, do hiqen vetëm 3 nenet e ligjit të gjuhës shqipe, që është faktikisht cënimi i gjithë të drejtës. Sot flasim për provimin e jurisprudencës, apo jo, në gjuhën shqipe, të gjuhës shqipe. Duke relativizuar në çdo mas, duke u thirrë në rrugën e Arben Xhaferit dhe duke hequr të vetëm shenjë që ngeli si pasojë e krizave politike. Ideja Arben Xhaferit ishte në shkrimet e lidhura ndërmjet ministrit dhe zavens ministrit, drejtorit dhe zavens drejtorit, apo jo. Dhe i vetmi moment që u realizu ky moment ishte si rezultat në shkrimet e lidhura ishin të drejtorat ekonomik të spitalit. Veprimin e parë politik që bëri ky i hoqi në shkrimet e lidhura ndërmjet drejtorit dhe zavens drejtorit, që kryesisht ose drejtorit ekonomik, që ishte ekonomik, ashtu dhe mjekësor, që kryesisht ishin shqiptar. Apo, kështu që një aleancë për shqiptarët e cila flet me gojen e asaj që don të dëgjoj Stojilkoviçi dhe Kristian Mickovski, kushdo qoftë tjetër, apo nuk i duhet shqiptarëve. E s'është as pak mirë për shqiptarët. Dhe prandaj them një aleancë e tillë më mirë është mos ekzistojë. Nërsa tendencat për ribrandimin e këtij kanë qenë moti prej kohën një kursi ka pëlqyer që ne ta mbajmë shqiptare. Si kanë pëlqyer ngjyrat, ka dashur ta bëj të gjelbërt, kishte një biles, ju kujtohet edhe anëtarëve të kryesisë qendrore, kemi pas një prezantim për të venduar, ku di unë, gjethe ullini e ngjyrat gjelbërta partisë, dhe kështu si po qeshni ju. Jo, pas ka paralemruar agjendën e gjelbër mota. Ky pra ishte edhe reagimi i gjithë anëtarëve të kryesisë qendrore, nisën qeshin dhe mu deshqë, sepse ato që e prezantonin ishin djem të respektueshëm, që prezantonin një ide, një projekt. Dhe ishin misafirë dhe unë dhe mu merr keq që u kriju një situatë e tillë dhe mundoj të qetësova situatën, por natyrisht nuk lejuam që ne të lëvizim nga kauzat tona. Se kështu nis, por e dini si, unë e kam thënë në një emision tjetër, në qoftë se ke hyrë me idenë që të shkatrosh diçka me urdhër shërbimësh, ti hyn dhe fillimisht krijon përçarjen e parë që e krijoi. Pastaj nisi krijon këto grupacione tjera
të cilët gjitha pa përjashtim janë nga brumi I tij, që I përmendni ju 3-4 çfarë janë bërë. Dhe pastaj mbrapa në mënyrë që të bëhet e mërzitshme, e turpshme si emën dhe I lodhshëm për njerëzit. Dhe pastaj faza e fundit është distancohesh dhe kështu është zhduk një organizatë politike. Po pyetja më esenciale se gjithë këto tjerat është çka më tej ne. Apo e vërtetë është që partitë nuk I bëjnë tok fjalëshi I fjalëve të cilët ato por ato janë simbolika. E vërtetë është që partitë nuk e bëjnë as ngjyrët, por partinë e bëjnë njerëzit. Partinë e bëjnë veprimet që ato njerëz bëjnë. Apo. Kështu që unë jam Aleanca për shqiptarët kudo që t'jem, në qoftë se derisa do jem në skenën politike. Unë jam Aleanca për shqiptarët që thotë që premtimi jon është që I japim përpara qytetarëve është realizim që do të ndodhe nesër. Dhe prandaj I kemi ato rezultate që I kemi. Dhe njerëzit të cilët janë pjesë e këtij grupacioni janë vërtet, janë njerëz që kanë ideal dhe do të vazhdojmë të ndërtojmë përsëri një strukturë të fortë politike, sepse nuk mendojmë që zgjidhja është ndërheqja dhe dorëzimi. I bie kjo që mund të ndodhë edhe formimi apo riformimi I një partie tre politike, sepse si ja kam lënë rastësisun sistemi kështu funksion. Unë kam krijuar partitë re politike. Është krijuar biles quhet akoma mirë, është lidhja shqiptare. Ka ngjyra kuqezi dhe ne nuk dorëzohemi nga kjo punë. Pra, Aleanca bëhet Aleanca e ka ideja Aleancës dhe kauzave të Aleancës së vërtet e ka edhe vazhdimsinë e vet. Ne nuk ja lejmë rastësisë dhe kemi hap debatin përpara zgjedhjeve lokale, nuk kemi pas kur problem që ne të bëjmë një parti politike. Dhe na është dash vetëm 2-3 ditë që t'i mbledhim në shkrim dhe të regjistrojmë partinë politike, sepse një organizatë politike nuk guxon që të jetë e mvarur prej kërkujt tjetër. Edhe ku diun më dashamirësja nga organizata tjera politike, për sa kohë që s'është e jotja, është e huaj, nuk guxon që të kesh vashmëri. Apo. Dhe në një situatë që ishim në një koalicion, unë nuk do e lejoja Aleancën peng, ku diun aq më pak të BDI-s, por edhe të subjekteve tjera politike, kështu që ne patjetër e kishim që të kemi identitetin ton, vullat ton, sepse fatkeqësisht në fund ditës sado që kjo puna e vullave është bë, ku diun e tepër dhe e turpshme, pa atë nuk çon dot listë dhe paraqitesh si për të garuna zgjedhje, qofshin parlamentare dhe qofshin lokale. Kjo I bie që lidhja shqiptare do të jetë subjekt I ardhshëm politik I drejtuar nga zgjedhja. Do të varet epilogu I gjyqit, I procesi gjyqësor, po sido që të jetë, po. Zoti Sela, do të keni së shpejti ndonjë aktivitet më të gjerë me strukturat e Aleancës shqiptare apo tashmë po vendosim në diskursin publik emërtimin e ri lidhja për shqiptarët. Do të keni kongres apo ndonjë aktivitet, po them, I cili do të reflektoj tek antarësia, tek simpatizuesit që megjithatë ideja e Aleancës për shqiptarët frymon. Ne vetëm jemi në proces të përgatitjes së kongresit. Neve kemi shpallë me kuvendin qendror të partisë, kongresin e rregullt të Aleancës për shqiptarët, që faktikisht I bie në këtë periudhë tash mars-prill të përfundoj. Jemi në proces e si për fazën e parë, gati se po e përmbyllim me krijimin e nëndegëve të Aleancës për shqiptarët. Dhe në këtë gjatë muajit prill do të vazhdojmë me krijimin e kuvendit të degëve. Domethënë në çdo degë do të ketë kuvende degësh. Dhe që do përfundoj diku nga fundi I prillit ose fillimi I majit me kongresin e Aleancës për shqiptarët. Apo një ndër aktivitetet e takimeve me antarësi, me popull e gjithë. Po plus asaj, unë
këtë javë, ditën e premte, udhtoj për në Zvicër, të cilin ditën e shtunë ne kemi një tubim që organizojmë me diasporën, sepse do të vazhdoj ideja aleanca të jetë shtrirë edhe në diasporë edhe brenda. Pritet janë që të jetë një tubim madhështor atje. Në cilin qytet? Në Zürich, më duket. Tani pa hyrë në detaje këtë cilat pjesës. Yes. Jo, është shpallë në për rrjetet sociale, se ku do të mbahet. Dhe janë planifikuar me këto aktivitete. Natyrisht që në kongres do të dalim edhe me platformën e aleancës për shqiptarët. Jemi duke punuar në shumë drejtime. Kuptohet që punojmë edhe në drejtim të në parlament. Veç që quam një 2 propozim ligje, por qeveria fatkeqësisht po ja na shkalon parlamentin. Në parlamentin nuk është më ai që duhet të jetë. Ne po e humbim të gjitha nishanet e një republike parlamentare. Qoftë nëpërmjet vendimeve të gjykatës kushtetuese, qoftë nëpërmjet diktatit nga ana e qeverisë. Dhe debatet në lidhje me ligje dhe shumë të rëndësishme kalojnë vetëm me urdhra partijak për të shtuar butoni i kuq i gjelbërt ose i verdh. Dhe njësoj edhe me iniciativat e opozitës që patëm, që ka të bëjë edhe me këtë krizën ekonomike. Ishin 2 ligje në aspektin ekonomik për të një ishte për ligji për të vëshën, sepse po rritët rroga minimale dhe është rrit goxhan, ndërkohë që pragu për ty në të vëshë ka ngele i vjetri. Dhe një ishte një ligj për tatimin personal, të cilët qeveria s'ne i futi në rend të ditës, faktikisht edhe nuk bëjnë debat apo. Do të vazhdojmë me një sër ligjesh tjera që do t'i propozojmë në parlament. Thjesht, pa marrë parasysh cili është epilogu, kalojnë ose s'kalojnë, duhet vendu standardi. Edhe kjo është shumë e rëndësishme në politikë, sepse në mungesë standardesh, do unë në paraqesim pastaj si arritje të mëdha, gjëra të cilat edhe nuk janë arrit, siç përflitet ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat për shembull, apo dhe paraqitet si një arritje e madhe, në ndërkohë që është gabim total nëse votohet një propozim ligji i tillë, sepse vetëm do t'hy në listën e gjërave që gjoja na kanë dhënë, s'kemi nevojë na japin, duhet i realizojmë, por që realisht nuk realizon asgjë, sepse i lejon të gjithë mekanizmat keqpërdorues që i bëheshin edhe balancuesit. Zoti Sela, si ndodhi që në zgjedhjet lokale të ishit në koalicion me Arben Taravarin? Me njeriu unë kam shkruar këtu që u shkatroi partinë, i bie që ta korrigjoj të them me njeriu të cilit ja keni dhuruar partinë. Ju kishte njoftuar zoti Ahmeti se do ta ftoj Arben Taravarin në frontin evropian? E vërtetë është që nuk është që s'kam qenë informuar. Por zoti Ahmeti ka përdor format e tia për të mos i qëndruar asaj që jemi marrë vesh bashkë ne. E vërteta tamam është kur thuhet e tëra dhe jo kur është thuhet gjysmake. Zoti Ahmeti e ka zakon që gjërat i thot gjysmake dhe jo të tëra. Apo. Unë nuk i kam lujt asnjë fjale që ja kam thënë. Nuk kam dashur që dukem njeriu i cili prish hesape në drejtim koalicionësh. Ja kam bërë qartë që ai ka thënë po mirë BDI-ja të bëj koalicion me Arben Taravarin, kam thënë BDI-ja mund të bëj koalicion edhe me SPS-it, nuk e kam problem unë, është problemi yt, kushtimisht thënë. Por unë koalicion me të skam, unë dorme për të skam, dhe unë krahë të nuk e du. Kjo ka qenë edhe në prezencë të pjesëtarëve tjerë të frontit evropian, që janë dëshmitarë dhe mund të vërtetojnë këtë gjë. Dhe i kam thënë që është gabim, sepse në fund ditës i kam thënë gjithçka nga kjo punë do përfundoj Gostivari. Dhe a përfundoj kështu. Pra, qëllimi i Taravarit ka qenë Gostivari dhe e keqja që fronti do përfundoj vetëm me Gostivari. Dhe ky është rezultati sot. Realisht, unë për njëta shkaqe që kam qenë kundër koalicionimit me BDI në 2024,
Për tjetër shka që kam qenë kundër edhe këtij lloji koalicionimi që ndodhi tani, apo. E para punës për shkak se skena politike të ne e tillë është. Ne jemi rezultati për krahësve tanë, por më tepër jemi rezultati atyre që urrejnë kundërshtarët tanë. Apo? Dhe kur është teza në vitin 2023 në një ndej, në një iftar të përbashkët kur ishim pjesë e qeverisë mes meje, Zotit Ahmeti, Taravarit dhe Talat Xhaferit, Zoti Ahmeti tha që çmendoni që tym në listat përbashkëta për zgjedhje parlamentare. Arbeni u përgjigj në mënyrë eksprese sikur me pas marrëveshje paraprake, po dakord, po nëse kemi marrëveshje edhe për zgjedhjet lokale. Talati natyrisht ishte pro. Dhe kur më pyeti mua Zoti Ahmeti, kam thënë unë jam kundër. Po pse e kundër? Për shkak se kam thënë nuk më duket që mund të përzihet vaji dhe uji. E para, e dyta, me këtë arsye tim, nuk mundet, unë e di kush jam dhe e di edhe kush je ti. Unë jam rezultati atyre që më përkrahin dhe atyre që të urrejnë ty. Apo, dhe e kundërta. Ti je rezultati atyre që të përkrahin dhe ato që më urrejnë mu, kushtimisht thënë, politikisht. Dhe një koalicion i tillë vetëm se do t'i bënte bashkë këto që na urrejnë në mënyrë përbashkët dhe do i çonte te opsioni tjetër, siç ndodhi në vitin 2024. Apo. Dhe ne u ripërsëriti njëjti gabim edhe me frontin evropian. Fronti kishte problemet e veta, të cilët u sheshuan dhe u amortizuan, dhe frontmenin e Vlenit dhe të qeverisë dhe simbolin e diskriminimit që nisi sistematik që nisi të bëhe shqiptarëve, Ali Ahmeti e pranon në kuadër të frontit, duke ndryshuar edhe emrin e koalicionit nga Front Evropian në Alanca Kombëtare për Integrim. Apo. Në kohën kur mezi fronti arriti që të përmendet në përmjetet e informimit se vazhdimisht përmendej BDI, u ndryshua edhe emrin Alanca Kombëtare për Integrim, ndoshta me qëllimin që të vazhdohet përmendet BDI dhe të glamrohen të tjerët, apo jo. Këtë një taktik më tepër PR-i e gjithë, por që çfarë të bëri? Njerëzit të cilët e ndjen në lëkurën e vet, edhe shantazhin, edhe kërcënimin për këtë periudhë një vjeçare, t'ia rikujtove kundërshtin dhe vetëm se largove përkrahës nga ana e frontit evropian dhe nuk pati efekt për të sjellë përkrahës në Aleancën Kombëtare për Integrim. Ky është rezultati, realisht. Duam ta lexojmë, ky është rezultati, apo. Dhe për sa kohë që gjërat rrodhen siç rrodhen, unë duket se ky ka qenë edhe një plan i mirë i kurdisur gjasë kohë kur u nda Aleanca për shqiptarët, po pa një orientime me aktorët që janë sot brenda Aleancës Kombëtare për Integrim, me Arben Taravarin dhe me Ali Ahmetin. Zoti Sela, a mendoni se keni ndryshuar pozicion në raport me zotin Ahmeti? Nga pozicioni më hershëm se nuk kam pse të ulem me zotin Ali Ahmeti, bët koalicion para zgjedhjeve parlamentare dhe atë e tham duke u bërë pra pjesë e frontit evropian. Megjithatë, ju në koalicion ishit edhe me Partinë Demokratike Shqiptare të zotit Mendu Thaçi. Pra, ishit në koalicion edhe në zgjedhjet lokale me BDI-n e zotit Ahmeti. Nuk ju zgjati natyrisht bashkëpunimi sepse siç thatë vaj me ujin nuk bën bashk. Jeni bërë pishman për këto akrobacione politike që i keni bërë, apo i keni pasur të imponuara? Me një farforme politikisht keni qenë i detyruar. Ka të bëjë me këtë dytën. Normalisht nuk do ndodhte kurrë në qoftë se vulat i ke aty. Në qoftë se nuk do të bëj. Kjo fotografi vetëm kërkoj ndjes. Unë kam thënë në një debat dhe në disa debate që si analist politik gjatë jetës time kam mundur të bëj gabime sepse është normale.
skena politike ka qenë turbulente kështu me radhë. Por të më kishte thënë dikush në vitin, ku e diun, 2015, 16, 17, që Ali Ahmeti do del në këtë fotografi me Zjadin Selen, i kisha thonë që nuk është pjesë e kësaj toke, do të thënë flet diçka që nuk është në korelacion me realitetin objektiv. Dhe ke pas drejt. Edhe sot. Edhe ke pas drejt. Edhe sot. Dhe mes tjerave që e përmenda atë kontekstin e kësaj AKI-s, s'kam dorë për ta dhe se du në krah, dhe nuk du skena të tipit të dalim t'i ngrim duart në për skena, ka qenë edhe kjo, se ma rikujtove tani, apo. Dhe si, e vërtet është, kjo që thoni dhe unë e mbaj mend shumë mirë këtë natë, apo, me plot dilemat që i kam pas brenda vetës, me gjithë përgjegjësitë që i kam, jo vetëm para vetës, por para gjithë njerëzve që më besuan, apo, me gjithë përgjegjësitë për gjeneratat e ardhshme dhe për realitetin politik që do t'u alejmë atyre gjeneratave të ardhshme. Me këtë s'do të them që unë jam i pazaventësueshëm. Apo. Por, e thot, unë nuk kam pas zgjidhje tjetër. Dhe kjo kur të vjen nga njeriu të cilin ti ja ke besuar, atë që ke ndërtuar. Dhe, në formë shumë të ligë, kur vjen në afate që ti s'ke kohë më të bësh as parti politike, ishin harxuar edhe afatet e paraqitjes të kandidaturave të listave të pavarura me nënshkrime, sepse ishin zgjedhjet presidenciale dhe atëherë u konsumuan këto afate, dhe unë isha pa vulë. Dhe prandaj thash vula është një element që ti të jep drejtën të dalish dhe të garosh. Dhe unë kisha dy zgjidhje. Ti bashkangjitëm do një koalicioni, ose ta lej politikën dhe mos merrem as pak me politikë. Zgjedhja e parë ishte kjo, që mos merrem me politikë. Mirë, por në të dy variantët, unë humbja dhe personalisht në kuptimin e asaj që mundohi, asaj beteje që u bë vazhdimisht që unë të largohem nga skena politike. Në qoftë se unë smerja pjesë në ato zgjedhje, unë eliminohesha politikisht, apo. Por edhe në qoftë se merrsha pjesë në këtë formë, unë nuk isha më ai që duhet të jem. Nuk jam më ai vërteti, apo. Dhe u zgjodh kjo formë edhe për parandalua dhe tjetrën që pritjet që në skemë politike do vinë, po të vjen një vëmëro e fort, po prishën balancët në spektrin politik maqedonas dhe duhet edhe një koalicion partish politiki që duhet të bëjë rezistencë këtyre qëllimeve të cilat i paralemron të vëmëroja dhe që po i zbaton sot. Edhe ky është një element. Zgjodha rrugën që nuk mund të më hiqni nga skena politike aq lehtë. Dhe ndodhi ky koalicion në kuadër të ashtu quajturit Fronti Europian, ku kishte edhe aktor tjerë politik, unë kam qenë i fundit që jam bashkangjit këtij koalicioni, në qoftë se kujtohet, dhe realisht nuk është që kisha zgjidhje tjetër, ndërsa bindja ime aso kohë ka qenë dhe vazhdoj të mendoj njëjtë që Alianca për Shqiptarët duhet të vazhdojë vetë me zgjedhje, nuk duhet të bëhet të hyjë në esapët e subjekteve tjera politike, duke nisë nga BDI-ja, duke vazhduar te Besa, Alternativa, LD-ja e gjithë tjerat siç ndodhi, dhe duke prishur diçka të sajën për ndëtu shpiza tjera. Apo, sepse kjo është realisht ajo që i ka ndodhur Aleancës, dhe unë këto qëndrime i kam thënë në organet e partisë të gjitha. Ka qenë jo e lehtë për mua, por që në politik disa herë edhe duhet përbish gjëra. Në momentin që ke hyrë, unë jam i vetëdijshëm se kush me lavdi nga politika s'është larguar sefer. Apo fatkeqësisht. Ndoshta kanë bëjnë paragjykimet, ndoshta se gjërat pritjet janë shumë më të mëdha nga ato që realisht janë mundësit,
çdo herë mund bëhet më tepër, po me lavdi nuk përfundon kush, sidomos në këtë erë të internetit ku gënjeshtra dipërtoj shumë më shpejt se sa e vërteta dhe propaganda e bën punën e saj. Kjo është e vërtetë, përmenda edhe zotin Thaçi, sepse lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, i cili ka qenë edhe lider i ish partisë suaj disa herë në debate, në intervista e ka përmendur faktin, apo më sakt ju ka akuzuar se jeni përfshirë në 5 vrasje në Struk, në kuptimin që jeni i përfshirë apo i implikuar në vrasjet që kanë ndodhur në periudhën para vitit 2020. Këtë si e keni përbi? Jo, unë nuk kam pas, thash, unë kur u kriju ky koalicion, unë i kam gjetë ata figura atje, nuk është që unë i kam sjell. Por realisht, unë me të pavërteta kur nuk jam marrë. Nuk janë të vërteta, s'pak turpe prej atij që dalin këto lloj akuzash. Në qoftë se Zjadin Sela do të ishte implikuar në gjëra jo aq të mëdha, por edhe shumë më të vogla. Zjadin Selën nuk do të turrëshin që ta vrasim 27 prill. Po do ta kishin sirtareve të tyre dhe do e përdornin dhe keq përdornin si do tonin ata. Apo ja. Kështu që kjo është në përgjigje më e mirë. E gjitha akuzave të cilët janë bë, që për hir të së vërtetës janë tepru, por kam parapalqy që mos të merrem me këto gjëra për shkak se unë nuk do të ngjaj njeriu i cili, ku di unë, vetë fakti ku nis merresh me këto gjëra, ti nis ngjan që i tillë, apo thjesht s'kam dashur hy në këto debate, kanë qenë kurthe të përgatitur nga aktorë politik, të cilët nuk gjenë forma për ta nxirr figurën politike të tjetrit. Unë këto mjete nuk i kam përdor kurrë dhe nuk mendoj që duhem përdor këto lloj formash, dhe nuk kam ndonjë koment tjetër. Apo po nuk e keni pasur letë të dilni para opinionit publik së bashku me zotin Unë thash që nuk e harroj atë natë, prej kur e nxorët. E kam në kujtesë edhe në aspektin emocional dhe nuk harroj, kur jam nis nga momenti që prisja të marr fjalimin me idenë se çfarë do t'ju them kësaj mase të mbledhur, nuk e harroj fjalën një aktiviste të Aleancës për shqiptarët. Më tha, nuk e vetë kryetar, kjo pjesa këndeja në gjithë e jona. Apo, dhe unë nuk e harroj. Më dha zemër dhe fuqi. Pra, keni pasur mbështetje. Zoti Sela, a nuk është pak jo etike me që flasim për politikën si një profesion ku nuk ka shumë etik, fatkeqësisht ndonjëherë kjo imponohet, jo me dëshirën apo me vullnetin ton, por mund të themi edhe manipulim politik me shqiptarët që dolet në fushat për zgjedhjet parlamentare së bashku me Frontin Evropian dhe pas një periudhe thatë që do të veproni veçmas. A është ky një mashtrim me elektoratin dhe me shqiptarët? Mendoni mbasi dolën prej frontit? Po, me që votat i morët së bashku me BDI-n dhe fituat deputet në front dhe pastaj u ndat. Dëgjoj, zakonisht koalicionimet bëhen kur kanë interes të ndërsjell aktorët politik, apo. Dhe ndarja ka ardhur për shkak se nuk janë respektuar edhe normat e sjelljes së mirë në kuadër të Frontit Evropian. Tani Fronti Evropian u bë dhe një koalicion tjetër, Aleanca Kombëtare për Integrim, dhe u bën shumë flamuj në emën të cilës duhet thirrem. Unë nuk mund thirrem ndryshe në parlament, ndryshe jashtë parlamentit, ndryshe në këshillat komunal. Apo ja. Në kuadër të frontit, Fronti u zgjeru edhe me një koalicion, për një tjetër koalicioni që u quhet Aleanca Kombëtare për Integrim. Apo, në ndërkohë që në parlament funksionon ndarës Fronti, deputetët Arben Daravarit dhe
tani, ja edhe ne, po, për para kësaj. Kur është ndru shefi grupit parlamentar të Frontit Europian pas zgjedhjeve lokale, unë as nuk jam pyet se kush duhet vendohet, se unë nuk kam kundër gjë zonjës Rina, por radha e gjërave don që duhet pyetesh, apo unë vlerësoj, vazhdoj të mendoj që duhet një sjellje serioze. Por realisht thjesht pa dashur ty në brendin e gjërave, e kam pa veten se po mundohen brenda për brenda BDI-s të më tregojnë rrugën dhe të mos funksionoj kjo gjë e Frontit. Unë nuk e kam pas problem dhe më mirë funksionoj mdarës si aleancë për shqiptarët, për shkak se nuk kam nevojë të marr as nga meritat, por as nga fajat e një partie që 20 vite ka qenë në pushtet. Ne Vleni nuk mund na drejtojë gishtin për të bëmat e BDI-s, derisa ishim bashkë në kuadër të Frontit Europian, drejtojë gishti për gjërat të cilët i ka bë vetë Zeti. Apo sepse ai ka qenë 20 vjet në BDI dhe unë nuk kam qenë në BDI. Dhe mendoj që në këtë formë japim kontributin tonë që të jemi ajo pika që do të bashkoj votusin i cili nuk është pajtuar me politikën 20 vjeçare edhe të BDI-s. Si keni raportet sot me zotin Ahmeti, i cili po shihet në shoqëri të Fatmir Limanit, natyrisht nëse janë edhe familjar. Dhe kam një pyetje tjetër. Pse BDI-ja kur ishte së bashku me ju në front vendosi ta mbështes qeverinë e zgjeruar të Christian Mickoskit, cila ishte arsyeja? Ka pasur një lloj arsyetimi i cili do ishte logjik dhe do ishte në kuptimin politik, pra jo i diskutueshëm para shqiptarëve. Ne dim që atëherë ju se keni mbështetur qeverinë e zgjeruar të Christian Mickoskit. Arsyet realisht të vërteta, sepse më pyetja parë ishte cilët janë raportet tani me. Raportet janë korrekte. Unë nuk e kam bërë ndarjen nëpërmjet mjeteve të informimit nga ana për Frontin Europian. Kemi marrë vendim në organet e partisë dhe kam shkuar dhe jam ulur me zoti Ahmetin dhe i kam thënë që ky është vendimi jon. Nuk duam që as të bëhemi barr për dikant, duke mos dashur që të hyjë drejtoj gishta edhe për zgjedhjet lokale që ndodhi, si ndodhi, kush tradhtoi, kush bëri, kush etj. Thash më mirë po ndajmë rrugët, ju në rrugën tuaj, ne në rrugën tonë, dhe kjo ka qenë biseda dhe po doja të them edhe diçka. E mira e gjithë se periudhet keqe dikush është, sepse njeri mëson nga çdo veprim politik. Asgjë të keqe që politikanët shqiptar nuk ka që të kenë ura komunikimi. Qofse shfrytëzohen për të mirë të shqiptarëve. Apo. Gabojmë kur anatemojmë tjetrin deri në atë shkallë sa të duket djalli vet, dhe pastaj hikim si dreqi nga fotografitë që na kapim bashk, duke harruar që vetë kemi kriju këtë djallë. Më pëlqen që jeni vetë kritik. Po natyrisht, në qoftë se si jemi vetë kritik ndaj vetës, ku arrim, apo. Ku diun ato thirrjet e tipit që ky këtë, ai atë, etj, tradhtare, fjala më e madhe, më e fundit thuhet e para, unë mendoj që nuk na shërbejnë për asgjë, se në fundit kemi të tjerë të cilët janë, ku diun, më të gjithit nga gjithë ato fjalë që i përdorim, që s'na duan mirën, dhe që u themi partner pastaj, apo ju drejtohemi me mirësjellje, ministër, kryeministër, apo gjithë. Kështu që e ka një të mirë. Edhe këto momentet vështira i kanë mirat e veta. Linja komunikimi duhet ketë me gjithë aktorët politikë, se në fundit mendoj që hallin dhe problemet i kemi të përbashkët. Dhe shumë prej tyre pa ndihmën dhe po së bën bashkë nuk zgjidhen. Asesi nuk zgjidhen. Ndërsa për temën tjetër që e hapët, këto janë ato pikërisht edhe ato që thash që ujë me vajin nuk përzihen.
unë preferoj politik bërjen me faqet bardh, me nder dhe të drejt për drejt. Dhe jo politik bërje kuluiseve e marrëveshjeve në përzyra gjithë. Më zhduk fare pa kuptim të së kohë, sepse nuk ka asgjë të keqe të përkrahet një ligj që e propozon qeveria, dhe kundërt, një ligj që e propozon opozita të përkrahet, është fundit në kuadër të asaj që quhet kulturë demokratike dhe kështu ndërtohet demokracia e një vendi. Mirë, të votohet një propozim ligj në kohën kur ti 2 javë ditë më herët ke bën një komision për të negociuar për qeveri, se ke marrë vota që të bësh pjesë e qeverisë, apo jo, ke fitu zgjedhjet. Dhe përgjigjen kryeministri i vendit ta jep jo që s'bëhet kjo punë, po duke e zgjedh kryetarin e parlamentit të nesërmen, kjo është ofendimi pa parë. Apo për gjithë ne që jemi antar të frontit. E tani, mbas 2 javë, ti ofendimi, ti përgjigjesh duke a votu propozim ligjin, po të njëjtit mandatar, kjo është të kesh në një hall. Apo? Tani arsyetimet ishin të tipit që dëgjoj, po e votuam, vëmëroja i ka deputetet, por vetëm don të atestoje disponimin ton, disponim, në qoftë se disponimi që duhet të testohet është shkallën se sa jemi të gatshëm të përulemi, ka qenë përgjigja ime. Unë nuk e kam ndërmend që të përkrah një ligj të tillë. Dhe prandaj nuk e kam votuar këtë ligj. E kam thënë qartës që votat e deputetëve të Aleancës për shqiptarët nuk janë për këtë ligj, sepse është turp. Bile ju sugjeroj që edhe ju mos e votoni. Sepse perceptimi në opinion do të jetë i keq. Në ndërkohë që jemi marrë vesh që ne të dalim në mbrojtje të legitimitetit, jo tonin, po të legitimitetit si koncept politik që duhet funksionojnë në Maqedoninë e Veriut me një protest që duhet bërë në parlament, Fronti Europian fatkeqësisht përfundoi në votimin e ligjit që e propozonte qeveria. Dhe këtu ishte thyrja e frontit në mbrojtje të legitimitetit. Shpërthej fronti. Ashtu e kam thënë në një analizë. Kështu që ka pas edhe momente tjera, për shembull edhe ligji për pushtetin lokal, me cilin u vazhdu mandati kryetarëve të komunave për 1 vjet e ca duket ishte, për gostivarin e disa komunave. Për shkak të zgjedhjes së kryetarëve të njëjtën edhe atë nuk e kemi votuar dhe nuk kemi pranuar, edhe shumë gjëra tjera për cilën konceptualisht nuk kemi pajtuar, dhe prandaj ndodhi edhe këto tjera që pastaj ndodhen brapa, prandaj zgjidhja më e mirë sa të nisim drejtojmë gishte apo ky apo ai, secili në punë të tij, por linja komunikimi pse jo. Çfarë nuk funksionoi në zgjedhjet lokale, mbase përzgjedhja e kandidatëve të partisë suaj, të cilët për hir të së vërtetës duhet të thonë që ishin anonim në Strug, Diber dhe Harashi, plas anonim për opinionin publik, sepse në kuadër të Aleancës për shqiptarët ndoshta keni shpjegim tjetër. Jeni autokritik për këto përzgjedhje? Autokritik duhesh me qenë çdo herë, sepse çdo herë ka zgjedhje, edhe kur është zgjedhja e mirë, mund të ketë zgjedhje çdo herë më të mirë. Apo, tash nuk është që janë anonim, ndoshta në nivel shteti, po këto bëhet fjalë për zgjedhje lokale. Po nuk bëhet fjalë tu për kandidaturat. Apo. Është Thika. 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 Se Zjadin Selam i mban thikat. Unë këto gjëra thash, nuk kam dash që t'i trajtoj në kuadër të koalicionit që ishim. E tani nuk duhet vendohem në pozicionin që t'i trajtoj këtu, por po e them shkurtazi. Shumë aktorë politik që cilët dolen kandidat pa avarur ose me deklarata publike që nuk e votojnë, kanë Arsim Dalipin për kryetar komune, ose që i dolen i pavarun në Diber, Ilirian Fetaut, ato nuk ishin kuadrët mi, ato ishin kuadrët BDI-s. Apo jo, unë për vete nuk kam nxjerr kund kandidat në ato zgjedhje që të dukën si të pavarun, po që janë të Zjadin Seles. As ka dalë ndonjë eksponenti imi që të kundërshtoj këtë ose atë kandidaturë.
Kështu që pa dashur ty më thellë, thjesht në vende ku ka bryla, më mirë largohu edhe nis ndërto rrugën tënde. Kështu që zgjedhet më tepër ishi problemi i brylave se sa ishte problemi i kandidaturave. Ne kandidatët i kemi pas të mrekullueshëm, por tani pastaj mos harroni edhe një element shumë i rëndësishëm. Nuk ka ndodhur në një gjë e re në 2024 nga ajo që ka ndodhur në 2017. Se këtë temë kam trajtuar edhe me Zoti Ahmedin kur bënim negociatat për t'i nda komunat. Dhe në një moment më thot s'bën me lënë vëmërojat na zgjedhe kryetarët e komunave. Dhe unë ju përgjigje, thash unë jam shumë dakord. Po më thuj si më fitove në struk 2017. Dhe jo vetëm. Me fjalë, unë jam ai që kam gjenë 2017, kam vazhdu të jem 2024, 2021 dhe jam edhe 2026. Por realisht ne në politik përballemi me rrethanat që i kemi kriju vetë. 2024 fitoj vëmëroja zgjedhje dhe këtë e kam thënë shumë. Dhe kjo është e vërteta, realisht. Si pasojë e zhvillimeve bazë 2024-shës dhe zgjedhjeve parlamentare aso kohë, sot vetëm një strukturë të organizuar politike ka të fortë Maqedonia dhe kjo është vëmëra dhe vëmëneja, fatkeqësisht, po them. Dhe duke mos pas një oponent real nga bloku Maqedonës, LSDM, apo, e cila është e dobët akoma për ta përballu dhe për t'ia rreziku fitoret e veta, vëmëroja kishte komoditetin që të orientohet në komunat shqiptare për ta përgatit skenën politike të paktën të 10 vjeçarit të ardhshëm, si mbas apetiteve dhe nevojave që ajo ka, që duket skena politike shqiptare tek shqiptarët, apo. Dhe kjo si bëhet, duke përkrah, me vot direkte, kryetar komunës dhe parti politike që sot quhen vlen. Apo. Po kjo s'është gjë tjetër, është tendencë që e thash më herët, që të goditet mbi organizimin politik shqiptar autonom dhe të pavarur. Dhe të kemi një organizim politik në këtë fazë, i cili është i mvarur dhe në urdhër të vëmërot dhe pëmënez, dhe kjo gjë bëhej nëpërmjet zgjedhjeve lokale, duke u dhënë fuqi. Dhe kjo ndodhi në Çajir, ndodhi në Tetov, ndodhi në gjithandej, ndodhi në Struk, e gjithandej, që ti ju me iden që fillimisht kjo fazë dhe në fazën tjetër, pastaj pse jo, duke e legjitimuar idenë e qeverisjes vetëm ajo që është në rregullativat e shkruara 61-shi, pa hyrë detaja do jenë parti shqiptare a kështu, në fazën tjetër do të kalohet në individ shqiptar që do të jenë pjesë e qeverisë, po pak pas nga prapa, ku di un parti politike, sepse me këtë nënkupton edhe platformë dhe ide politike. Kur jemi tek platformat dhe idet politike, ju besoj nuk hiqni dorë nga koncepti i shtetit dy kombësh apo dy etnik, sepse këtë që e thatë kjo ka ndodhur në komunizëm dhe shpresojmë që ne të mos kthehemi në një sistem të kaluar i cili është e kanë njohur partit maqedone dhe po e rizbatojnë. Atje po shkojmë realisht. Fatkeqësisht gjërat andaj lëvizin. Tani, a do realizohet plani, varet sa do e lejojmë ne. Zoti Sela, pse ka ndodhur heqja e programit nga webfaqja e Aleancës për Shqiptarët, në të cilin ju ishit shumë të qartë, shumë të saktë, precis, pra se Maqedonia duhet të jetë Maqedonia e Veriut, shtet i popullit Maqedonas dhe popullit shqiptar. Nga webfaqja e kujt? E Aleancës për Shqiptarët. Të kujt? Kur keni qenë, do më thënë, ju kryetar, ka qenë në web faqe programi dhe në mënyrë misterioze është hequr nga web faqja programi në cilin ishte kam qenë unë kryetara, ka qenë tjetër kur është heq. Ju, i bie që në atë periudhë ju të keni qenë. Unë 2022 jam dorëhequr nga Aleanca.
Kjo i bie më herët diku në vitin 2017-18. Keni pas Ne i qëndrojmë, nga ndërkombëtarët, nga realisht faktorët jashtëm. Presionet kanë qenë të Nuk jeni vazhdueshme. njoftuar për këtë? Nuk kam heq dorë, po nga kjo që është heq nga webfaqja nuk jam i informuar. Sepse ne këtë gjë e kemi vazhduar edhe në Kongresin e Radhës kur e kemi mbajtur. Ne, domethënë, nga koncepti binacional i shtetit nuk kemi heq dorë. Nuk kemi heq dorë nga sistemi, nga parlamenti dy dhomësh, dhe gjithçka që nënkupton këtë, dhe atë që quhet federalizëm jo territorial, që ka të bëjë me po të njëjtën ide, apo. Disi, shteti binacional Maqedoninë e bën realiteti demografik, nuk e bën dëshira e mirë ose e keqe e imja. Por nuk e shbëjnë dot as edhe këto format dhe tendencat të cilat i kanë partitë politike maqedonase për të ruajtur atë karakterin unitar të shtetit, të cilin e godasin vetë sa herë që të munden. Apo ka një të vërtet se kufin Maqedoni nuk vendojmë ne. Kush i vendon kufit Maqedoninë? E veriut. I vendon establishmenti politik maqedonës. Ai ta ka vendu kufinin te Mavrovja sa herë që ti proteston. Dhe nuk lëviz do të më tutja, apo? Ai ta ka vendu kufinin në Idrizov, kur s'ta lejon që të hapish paralele gjyqësive. Dhe të organizon popullat civile që të vijet, pengohet tjetrin, tjerëjtën ligjore për të mësuar në gjyqësive. E ta ka vendu kufinin në Ohër, kur s'ta lejon që të hapet paralele në shkollën e mesme në gjyqësi. Ose në Çashk. Në Veles, në Çashk, apo në Prilep, e gjithandej kur lejohet, po sot e kësaj dite prej 2008 më duket, është ligji që mundson të hapen paralele dhe sot e kësaj dite s'është hap asnjë paralele. Dikush po vendon kufi këtu. Apo ja, dhe godet. Nga ana tjetër, ne duhet të mos lejojmë veten që të trajtohemi si minoritet. Minoriteti nuk është populli që është për 1% më pak se populli tjetër. Pakicësh e shumicë të bën kapacitetet dhe aftësitë e tua për ndërtu paqen, por edhe për ta zhbë atë. Apo. Dhe ne kemi treguar që kemi kapacitete, nëse ka një ndër mesazhet e qarta që janë venduar është 2001 që ti ke kapacitete. Por edhe periudha pas 2001-shit ka treguar edhe kapacitete tjera që jemi edhe për ta ruajtur paqen dhe ndërtojmë paqen. Kapacitetet ekonomike që i ka një popull që është i ndryshme nga shumica që është 50%, apo 52-3%, dhe ti e 30%, dhe ti e kapacitet ekonomik i këtij shteti. Ne duhet t'i kundërshtojmë idetë që dikush po na mban me rroga dhe po na ndron rozetat e znaçkat. Sa e ti kujtohet kryeministri që thotë rrëmer rrok ti për këtij shteti. Ne marrim rrok për qytetarëve dhe këto qytetarë mbi 30% e mbushin buxhetin shqiptar, ndoshta edhe më tepër merrem mitancat të cilët i sjellin. Apo ja. Kështu që si kemi borxh kujt ne. Kjo duhet të jetë koncepti dhe ideja. Shteti binacional këtu u duket e vrasht, por është formë për të ndërtuar të drejtën në mënyrë që paqja të jetë shumë afatgjate. Kur e ndërton paqen pa sjell drejtësinë, paqja është e brisht dhe afashkurtë dhe rrezikohet sa herë që ndrohen kastat politike, apo. Kështu që nuk kemi heq dorë nga këto koncepte, por natyrisht tash në bazë edhe rrethanave politike sa ferë ti patjetër se duhet të shohësh edhe aktorët, edhe faktorët ndërkombëtar, se në drejtim lëvizin gjërat, dhe duhet t'i përshtatësh atij realiteti, po pa heq dorë nga vetja. Apo këto e kemi bërë edhe kur është sjellë ndryshimet e kushtetuese për marrëveshjen e Prespës. Mos harroni se unë kam arrirë që të ndryshoj fjalinë e parë të preambullës, që nuk u ndryshu me luftë. Atë ku thuaj që si dhe qytetarët tjerë që jetojnë, që ngjante si një gjë shumë e përkohshme që vetëm jeton unë e kam heq. Kur u bën ndryshimet kushtetuese, u futën Kosovën në kushtetut
pavarësia e saj në ligjin për kushtetut, si shteti i pavarur. Apo dhe plus te nënshtetësia kisha ide se si duhet qëndroj, jo tjetë Maqedonas dhe qytetari i Republikës Maqedonisë së Veriut, po tjetë emri i shtetit, Republika Maqedonisë së Veriut. Po këtu më përdori një hile Zaevi, më tha do e zgjedh me Bilal Kasamin, e Bilal Kasami fitoi një 2-3 cikle zgjedhore me idenë që do i fusë shqiptarët në letër njoftimi për përkatësinë etnike të qytetarëve, dhe kjo kur nuk u bë. Kështu që po, mendojmë që kjo është zgjidhja. Dhe zgjidhje që po ashtu është ideja e aleancës për shqiptarët, kauz është edhe duhet vendohet theksi decentralizimit të pushtetit. Në modeli më funksional për Maqedoninë e Veriut, që do të vepronte dhe do të luftonte në shumë segmente fenomenet devijante që i kemi si shtet dhe si politik bërje, është decentralizimi i pushtetit lokal, sepse një sistem i centralizuar që ne kemi krijon kryeministrat fuqishëm në para dhe në pushtet, që pastaj vështirë bëhen të rrëzushëm. Dhe është si rregull, sa më absolute një pushtet, aq më i dobët liria e qytetarit. Liria e qytetarit është më e fuqishme kur ke në pushtet një parti politike e cila është lehtë e rrëzueshme, kur ruhen balancet. A do thotë kjo se flisni për një lloj autonomie të shqiptarëve? Jo territoriale, por një lloj autonomie në kuptimin e funksionimit të pushtetit lokal. Po, ç'ke që ka. Nuk mund quhet pushtet lokal, kur ne flasim që kanë komunat një territor, mere për shembull komunën e Tetovës ose Strugës, e cila shtrihet nga komuna e Debërcës ose e Orit, që u bë një komunë atje deri në Dibër. Dhe në kuadër të kësaj komune ka ujëra e Pyje, e fusha e Male, ndërkohë që i thon komunë e Strugës nga Cepim Cep, dhe komuna e Strugës menaxhon vetëm me zonat ku ka plane ndërtimi. Asnjë resurs natyror, komunët nuk menaxhojnë. Apo, ky quhet eksploatim. Asnjë cent nga burimet, nga pasuria që Zoti ja ka dhënë Sarajit. Apo, me burimet e Rashës. Asnjë cent nuk shfrytëzon komuna e Sarajit nga ky pasuri natyrore që ja jep Zoti në fundit. Asnjë cent nuk shfrytëzon komuna e Dibrës nga hidrocentrali, që prodhon energji elektrike dhe miliona. Po njësoj as komuna e Strugës nga hidrocentrali që prodhon energji nga lumi drin. Kështu që me fjalë, nëse duam të jemi të drejtë, të lirë, me qytetar autonom, ti duhet të garantosh autonomi dhe të jenë sa më afër këtij lloji pushteti. Apo gjëra tjera quhen eksploatim, dhe unë ta nuk e them sepse unë u zgjova një natë dhe më linden ide. E kam përjetu. Unë kam qenë kryetar komune dhe me borxhin që kish marrë shteti për ndru gypat e azbestit në komunën e Orit, parat ja merrshin komunës Strugës. Dhe gjatë periudhës që unë kam qeveris me komunën e Strugës, janë marrë mbi 2,5 milionë euro para me dhunë nga ana e pushtetit për të pagu borxhin e komunës Orit. Apo, ky quhet eksploatim. Dhe ti duhet ti parandalosh to lloj eksploatimësh të cilët bëhen. Darja e pushtetit lokal dhe decentralizimi i mirëfillt të saj është vlerë një ndër elementet bazë të marrëveshjes të Orit, apo asgjë në kundërshtim me atë marrëveshje. Tani, nuk është politike mençur politika e heshtjes dhe strukjes, sepse në këtë situatë shohim çdo ditë që po sulmohemi. Na sulmohet gjuhë dhe na sulmohen të gjitha ato pakta arrira të cilat i kemi bërë gjatë këtyre viteve. Dhe pastaj nuk janë vënë mirë kur krahasohemi me shtetet rreth e rrotull. Unë kam përmend shpesh, të drejtat e serbëve në Kosovë janë shumë më të avancuara, me vetëm 3-4% se sa të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni me 30%. Dhe kur flasim për këtë 30%, nuk flasim vërse për realitet të tanishmës, jemi 30% sot.
flasim edhe me të drejtën e të kaluarës, të autoktonisë tonë, apo? E mos flasim pastaj për vende të tjera, atje ku synojmë Bashkimin Evropian, se si kanë të rregulluara këto realitete demografike, si kanë të shndruara në sisteme politike. E po me që qenë ka mirë që ti marim reformat në ekonomi, konceptet për demokracinë, duhet të marim nga po të njëjtat modele të këtyre shteteve që si kanë arrit ato realitete demografike të shndrojnë në sisteme politike funksionale të paqta, të drejta, të barabarta për gjithë qytetarët. Ju e thatë që ne në vitin 2001 si shqiptar kishim kapacitet për të zhbë paqen. Pastaj dëshmuam kapacitete se mund të ndërtojmë paqen ndëretnike, mirëbesimin ndëretnik, funksionimin e shtetit të përbashkët e kështu me radhë, pra si shqiptar nuk është se kemi heq dorë nga kjo linjë politike. Megjithatë, partia politike e cila duhet thënë të vërtetën e ka legjitimitetin e shumicës së shqiptarëve, BDI-ja, del në vitin 2025, në fund të vitit 2025 në Kongres dhe propozon rezolut për shtetin unitar. Pra, i bie që të mos e kërkojmë vetëm përgjegjësinë tek të tjerët. Megjithatë kjo është një temë e gjërë, zoti Sela. Të vërtet, sepse unë të pjesa kur më bët pyetjen para prake, a keni pas presion ndërkombëtar nga ndërkombëtarët. Unë shpesh jam habitur kur më kanë ardhur informata që pikërisht eksponentë të BDI-s kanë shkuar ambasadave të Bashkimit Evropian dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës duke thënë Zjedin Sela është nacionalist. Se pyesja vetën dhe mirë të dale ku di unë Mickovskës Zaevit shko ta thotë të e kuptoj, po çhall ka artani e ky tjetri që ta thotë që Zjedin Sela çu pengon nacionalizmin shqiptarëve. Apo po lufta, betejë politike nganjëherë din tjetë pa skrupull, siç e thash, është e lig, por që realisht, ku di unë, kjo ideja që unë e forcoj karakterin unitar të shtetit, më tepër më ngjan deklarat për vardisje, apo se sa ndonjë gjë tjetër nuk na shkon për shtat. Di si, në fundit ne jemi qenje njerëzore, pa hyrë në dallime etnike, jemi të barabartë në këtë segment si qenje humane dhe njerëzore. Por duke hyrë pastaj në cilësime tjera që i ka një njeri, ne kemi plot dallime të cilat nuk mund na bëjnë bashkë. Unë jam për karakterin unitar shtetit në qoftë se për ta forcuar, në qoftë se nesër ne sjellim ndryshimet kushtetutës dhe themi neni shtat me amandamentin zi çfarë do vije me radhë, apo gjuhë zyrtare në Maqedoni janë maqedonishtja dhe gjuha shqipe. Pik. Prej njerin cep në cepin tjetër. Kjo po është karakteri unitar shteti. Thuash jam për karakter unitar shteti dhe të mandash përdorimin e gjuhës shqipe me mohalla, e me qytete, e me rrugica, e me tabela, e me koka të lojtura që në udhëheqin gjykatën kushtetuese, kjo s'është arush karakterin unitar shtetit kur ti mbëndon kufijet e që e përmenda unë. Apo ti me i fjalë më thu që jek për karakterin unitar i shtetit, ama nga ana tjetër nuk je i vetëdijshëm ç'do të thotë kjo. Karakteri unitar i shtetit do të thotë qytetar të barabartë përpara ligjeve dhe kushtetutës. Karakteri unitar i shtetit do të thotë një parlament, një kushtetutë, një qeveri pa kufi në mes. Por a ka mund kufi kur në Struk, ku janë shqiptarët mbi 20%, kanë të drejtën e përdorimit gjuhës shqipe, ndërsa në Ohër gjuha shqipe sfugëron askund. Dhe unë që kam një fëmijë për shtaras si Struga dhe Ohër janë afër, të lindur 2 në fakt në Ohër dhe certifikatën e marrim vetëm në maqedonisht dhe fëmijën e tretë e kam lindur në Strug dhe e ka certifikatën në 2 gjuhë. Tim ke kriju edhe 2 kategori fëmijësh më zotëri me këtë karakterin unitar të stisur të andit shtetit.
ky prapa idesë së karakterit unitar të shtetit që promovojnë establishmenti politik Maqedonas, fshihet ideja e një shteti etnocentrik Maqedonas, asgjë tjetër. E përmendët gjykatën kushtetuese si një nga institucionet që e reflekton unitarizmin në kuptimin e funksionimit të shtetit, por si i popullit Maqedonas dhe jo shumë i shqiptarëve. Duke parë pra se si funksionon gjykata kushtetuese, keni kërkuar që të votohet në të me parimin e shumicës së dyfisht apo parimin e badenterit. Pse nuk e kërkonit këtë, zoti Sela, kur ishit në pushtet dhe kur ministri i drejtësisë ishte nga radhët tuaja, zoti Krenar Lloga, i cili është për opinionin publik edhe familjari juaj, po është djali dajës tuaj. Jo. Është djali dajës ti. Kështu që s'është djali dajës ti. Nëse për hir të vërtetësisë. Tani flasim për dallime kulturore, sepse nga ana ime edhe djali dajës është daja. Kështu tani është çështje tjetër. Për saktësimet ato. Po. Sido që tjetër. E para punës, gabim është që të përfshihet aleanca në atë edhe ju keni qenë pjesë e pushtetit, ndërkohë që aleanca për shqiptarët nuk ka qenë më tepër se një vjet pjesë e pushtetit. Apo, dhe biles, në fundin, në vitin e fundit të atij mandatit, atij pushteti. Apo, kështu që nuk do ishte korrekte as pak që të barazohet me këtë, sepse se kemi propozuar. Një, e dyta, gjërat propozohen në momentin kur lind nevoja, kur nisi gjykata kushtetuese dhe aktorët politik, kryesisht Kristian Mickovski. Ky e paraqiti risin, bazë 2024-s, gjithçka që promovoi dhe tha në zgjedhje parlamentare, nisi ta zbatoje nëpërmjet gjykatës kushtetuese. Dhe në këtë drejtim, ne prej atij momenti, thamë që kjo punë duhet zgjedhë, dhe ti nis mendon të gjej zgjidhjen, sepse kjo është një ndër detyrat tuaja që i bën. Dhe kthehesh në momentin se çfarë është duke ndodhur. Ligji për përdorimin e gjuhëve është një ligj që është votuar me parim badenteri. Ne nga 20 e ca vite flasim që kemi penguar majorizimin nëpërmjet marrëveshjes së Ohrit. Dhe ti i bën pyetje vetes, po a e kemi penguar majorizimin realisht për sa kohë që në kupolën e vendimarrjes votimi është etnik? Dhe votimi etnik u shfaq me rastin, flas për këtë periudhë që unë jam në skenën politike, me rastin e votimit e heqjes së balancuesit, apo? Gjithë gjykatësit Maqedonas votuan që të hiqet, gjykatësit shqiptar dhe një turk, duket është, votuan kundër. Kjo është votim etnik. Me fjalë, më kot ti ke parim badenteri në këshilla, edhe pse është keq përdor, unë e kam thënë çdo herë, mekanizmi i votimit të dyfisht keq përdoret. Nuk mundet një popull t'i thot vetës edhe shumica, por edhe pakica kur ka nevojë. Nuk mundet Maqedoni të thot, unë jam shumic, po në struk tani do të luaj rolin e pakicës. Dhe unë do pamundsoj dhe struka sot e kësaj dite nuk e ka një emër rrugë me ndonjë emër shqiptar. Leti që ja bëjmë qefin vetës në Kongresin Manastirit e këta që i shkruajmë ne në mendjet tona. Or në letër, në adresat nuk ka asnjë emër shqiptar. Dhe kjo është në vërteta që duhet thënë. E tash, kur ti e ke sjell tu dhe e ke sjell në parlament, ja po e ke këtë mekanizëm, dhe në qoftë se nuk kush është organi mbi të dy këto organe kolektive vendimarrëse që sjell vendimin final, na qenë nga gjykata kushtetuese. Ka një rregull, unë jam jurist, po tash detyra që bëjmë detyron edhe të ulëm, dhe të flas edhe me jurist. Ligjet zhbëhen në po të njëjtën formë si sillen. Apo? E tani, kur ti ke një ligj që votohet me badenter në parlament, ti po se pate të implementuar edhe në gjykatë kushtetuese, badenterin, që ligji që sillen me badenter, po njësoj të votohet edhe në gjykatë kushtetuese, mos shpreso që ka arrit gjë dhe nuk e ke penguar majorizimin. Sepse mund të hapet një ligj 20 vite para i kaluar, siç ndodhi ligji për librat AMS, kur ne tentuam Krenari që e përmendët gjatë kësaj periudhe bëri goxha punë në drejtim të
përmisimit të defekteve që u shfaqen me balancusin, solli rregulloren që certifikatë të jetë dhe përkatësia etnike, që nesër kur shkosh paraqitesh në vendin e punës ti mos thosh që un jam me deklarat notar shqiptar, a në certifikat të shkruan maqedona, turka, ku diun çfarë etniteti, gjykata kushtetuese erxoi atë vendim. Me fjalë, ti nuk e erxoi edhe ligjin, i cili ishte i viteve 80 diku, për libra tamës. Vetëm që do të pengoj dhe ta bëj të pazbatueshëm ose manipulativ të drejtën e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Kështu që kur shfaqem këto nevoja, natyrisht që ne veprojmë. Tash shfaq nevoja dhe mendoj që pa marrë parasysh deklaratave të kryetarit gjykatës kushtetuese se nëse ka badenter gjykatë kushtetuese institucioni më mirë mos ekzistoj, është dëshmia më e mirë që ai nuk e meriton atë vend aty. Ai duhet jetë faktori që ndërton kohezionin e brendshëm dhe jo ai i cili e prish kohezionin e brendshëm. Ai nuk mund të jetë njeriu që në argumentimin e fundit që bëri për Safe City-n të përdor argumente kafenesh. Ai duhet përdore argumente juridike. Argumentet që që u dëgjuan në lidhje me Safe City nga ana e tij ishte që kur s'don të ketë telefon, let shëtitet me kuaj, apo duke harruar që edhe kali është mjet të transporti, edhe në gjykatë kushtetuese bilet shok. Apo? Dhe unë mendoj që kjo do të ishte përmbyllje. Badenterin gjykatë kushtetuese do të ishte përmbyllje dhe siguri për atë që u synua që të pengoj majorizimin në vitin 2001 me marrëveshjen e Ohrit. Ndërsa në qoftë se s'duhet, atëherë të vedisohemi dhe ta dim që duhet të shohim zgjidhje të tjera, dhe nuk është zgjidhja duke forcu karakterin unitar të shtetit, i cili na sill në krye kryetar gjykatës që na zhbojnë të gjitha ato që i kemi arritur ndër vite. Zoti Sela, kisha edhe disa pyetje tjera për personalitete të ndryshme, Ilir Demirin, Azir Aliun, Arben Fetajin, por nga diskursi juaj po konstatojnë në fund që më mirë që nuk ua bëra, sepse ndonjëherë përgjigjet edhe nuk kuptohen. Po edhe më mirë. Faleminderit shumë që ishit në dialog të lajmi, shpresoj që ishte bashkëbisedim i hapur, ne do të jemi në komunikim edhe pasi të ketë zhvillime të reja, ndoshta në të ardhmen si kryetari i lidhjes për shqiptarët. Po, i Aleancës për shqiptarët, pse? Unë s'kam heq dorë akoma. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.